Përshëndetje të gjithëve, mirë se vini në temën e ditës. Ditën e sotme do flasim për shumë ngjarje që lidhen me aktualitetin politik, por jo vetëm. Ka kënaqësinë të kem të ftuar në këtë pjesë sociologun Ergjys Mërtiri. Ergjys, të përshëndes, faleminderit që gjetë kohën të jesh me temën e ditës. Falenderoj dhon, përshëndetje. Mërtiri, dua ta filloj bashkë me një zhvillim që nuk lidhet me politikën, por që ndoshta ka ndikim me një arratisje nga spitali në Durrës, një arratisje që ka bërë shumë bujë, ke parë, ka marrë vëmendjen e madhe edhe të medias, por si sociolog duhet më japësh një komentin tënd të parë, besoj ke parë, një person me akuza të rënda për sa i përket aktivitetit të tij kriminal. Po ngjarja tregon jo vetëm gjendjen e keqe në burgjet shqiptare, jo vetëm mungesën e thellë të sigurisë, por tregon më shumë kalpsinë e sistemit, që nuk është thjesht kalpsia e sistemit burgje, por kalpsia e sistemit institucional, politik, gjithçka në Shqipëri. Ka një rrjet, pra nga gjithë hierarkia e shtetit, nga lart poshtë, është e kalur dhe kjo reflektohet pastaj në gjithë segmentet e kësaj hierarkie. Patjetër që një arratisje e tillë nuk mund të bëhet pa tolerancën e sistemit. Nuk them se njerëzit ata që drejtojnë burgjet kanë dashur vërtet ose kanë toleruar, kanë ndihmuar atë të ikin, por me neglizhencën e tyre ata kanë krijuar kushtet e përshtatshme që kushdo mund të arratisë. Fakti që kushdo mund të bërë shtiret si smur dhe të shkojnë në spital dhe në mungesë të thellë ku masave të sigurie të bëj ku diun gjithçka dhe të largohet aq lehtësisht nga burgu tregon që sistemi i burgjeve është i korruptuar dhe i krijon mundësi njerëzve në hetim pra që duhet të jenë me masa të sigurisë të lartë të jenë kaq të ekspozuar, kaq lirshëm pra të lëvizin kaq lirshëm dhe kaq lehtësisht të arratisshëm nga burgu. Mërtiri, dua kaloj ndërkohë pas kësaj ngjarje, besoj që ti e kishe ndjekur, dua kaloj të futemi në terren politik. Do flasim edhe për majorancën, por ndalemi tek opozita. Një protestë e madhe e thirrur në datën 24 janar. Presim diçka ndryshe, pra duke sikur opozita ka një lloj, po themi, qasje më të re në këtë fillim viti, por nuk e di si pas te do konkretizohet me diçka ndryshe në protesta, ndoshta me një qëllim më që mund të arrihet apo duket e pamundur. Unë besoj dhe është e dukshme që opozita nuk ka çfarë sjell gjë të re. Opozita ka provuar dhe shpenzuar të gjitha rrugët, të gjitha mjetet. Ka provuar dhe shpenzuar vetveten. Ajo nuk ka çfarë jep më. Ka dy gjëra që mund të bëjë një opozitë. Ose ajo të përmbys, ose të vazhdojë të qëndrojë të vegjetojë në këtë mes. Ajo gjitha mjetet që përdor çalojnë tek thelbi i saj, që është mungesa e fuqisë së saj për t'i bërë njerëzit që të vinë pas saj. Dhe këtë nuk mund ta korrigjojmë asgjë përveç se duke ndryshuar veten. Pra domethënë, Rama nuk përmbys nga kjo opozitë për shkak se njerëzit nuk shkojnë pas kësaj opozite dhe nuk shkojnë pas kësaj opozite sepse njerëzit nuk besojnë te kjo opozitë. Dhe nuk besojnë te kjo opozitë sepse kjo është një opozitë që gjithashtu ka qenë e korruptuar kur ka qenë pushtet dhe nuk është reformuar, pra nuk ka ndryshuar, nuk e ka hequr të korruptuarit e saj për të na sjell një fytyrë të re me qëllim që njerëzit për të krijuar mundësitë që njerëzit i besojnë. Kështu që në këto kushte ajo çfarë do që të bëj, për sa kohë është po kjo nuk mund ta përmbys dot Ramën dhe të gjitha premtimet që bën apo hakrimet apo sulmet që bën janë thjesht instrumente verbale nëpërmjet cilave ajo maskon pafuqinë e vet për të tërhequr qytetarët. Pastaj ajo përpiqet të gjejë fajtor kujdo, fajtori është populli që s'ngrihet, është qeveria që ka shkaktuar frikë, panik, jemi ne që bëjmë kritik ndaj opozitës dhe ne i bie të jemi që ndihmojmë Ramën, pra për të gjithkush është fajtor përveç faktit që ajo është e pabesueshme, që në fakt është thelbi i problemit dhe e ka lënë politikën në të ngërç ku qeveria nuk bie dot, opozita nuk ngrihet dot. Po, këto protesta, Mërtiri, nëse do kenë një skenar tjetër, pra nëse do kenë grevën e urisë dhe elemente të tjerë, mund të sjellin ndoshta një risi apo e shikon të pamundur? Jo, është e pamundur praktikisht, sepse edhe grevurie po të bëjnë, sigurisht greva e urisë do motivojë disa njerëz më shumë, sepse ka njerëz brenda opozitës të cilët mendojnë që kjo është opozitë e shitur. Dhe Sali Berisha bën pazar me Edi Ramën, gjë që është e vërtetë dhe nuk ka seriozisht luftën me qeverinë. Hyrja në grevurie do bëjë që disa prej këtyre zërave mendojnë që nuk që nga shitur sepse këta po sakrifikojnë kanë hyrë në grevurie, që në fakt në grevat e urisë kudo në Shqipëri sa herë janë bërë thjesht është ngrënë, pra është gënjur sikur ka qenë grevurie. Në këto po këtë do bëjnë këta sepse unë nuk besoj që këta janë gati të vetë flijohen për të mundur Edi Ramën.
Por nga ana tjetër, çfarë do arrin me grevën e urrisë? Do futen grevë urie, do rrin aty me ditë dhe qeveria do vazhdoj të jetë, se qeveria nuk mund të iki vetëm se rriti pak ngrënë. Qeveria ikën kur ti e bllokon atë dhe ja pamundson qeverisjen, gjë që kjo opozitë nuk ka fuqinë ta bëjë. Në këto kushte do ndodh ajo që ka ndodhur kur Rama ka qenë grevurie. Ka ndetur 20 e ca ditë, sa ka ndetur se më mend tash, duket 3 javë, që është dhe qesharake se 3 javë pa ngrënë bukë do kishin vdekur me kohë të gjithë. Kjo pastaj thjesht do bëj akoma më qesharake. Qëllimi është simbolik. Akoma të pabesues. Mërtiri, ta bëjmë çik dhe me batut. Qëllimi është simbolik, nuk është qëllimi që të shkojnë deri në fund grevës, pra që të ngelen martirë atje. Po pra simbolik pra është ajo, ne bëjmë demek nuk po ham, qeveria bën demek nuk po ndjon. Dëgjon, kështu që ka qenë një humor dikur Shkodran. Simbolik është gjithçka. Domethënë bëjmë sikur bëjmë betejë, bëjmë sikur bëjmë luftë. Beteja simbolike, ndër fakt hallet e shqiptarëve, problemet e shqiptarëve nuk janë hiç simbolike, janë reale, janë konkrete. Mërtiri, për ta mbyllur diskutimin të opozitas, se do ndalem edhe te majoranca, qeverisja teknike është një artikulim që po bëhet për herë e shumë i shpesht nga opozita. Mund të arrihet apo me këtë rrugë është e pamundur? Po ka një mënyrë dhe vetëm një se si arrihet qeveria, pra do që do thotë, pra qeveria teknike arrihet vetëm duke detyruar qeverinë të tërhiqet, të japë dorëheqjen dhe duke detyruar forcën që është në majorancë që të kërkojë një zgjidhje duke vendosur një qeveri të përkohshme derisa bëhen zgjedhjet e reja. Pyetja qëndron, pse duhet ta bëjë Edi Rama këtë? Pra Rama sigurisht i ka mbushur, është me zullume, ka gjithë njerëzit i kanë nëpër burgje, është ku s'mban më, korrupsion, gjërat, skandalet kanë plasur sheshit, por e thotë unë nuk iki sepse unë fitoj zgjedhjet. Përballë kësaj opozite, njerëzit prap më besojnë mua. Atëherë pse duhet një qeveri, qoftë edhe sikur ti vjedh zgjedhjet, të largohet vetëm se ti shkon me 200 vetë dhe njëherë një javë del aty tek sheshi, pastaj një herë në muaj kujtohesh të mbledhësh jo 200, po 2000 apo 5000. Domethënë, cili është mjeti që këta ta detyrojnë qeverinë që të tërhiqet? Mjeti parimisht do të ishte një blokadë tërë shoqërore, siç ka qenë në 92-shin kur ka qenë Fatosnano në pushtet, që u ngritën të gjithë njerëzit, bojkotuan minierat, shkollat, lanë mësimin, nxënësit, pra u bllokua gjithë vendi dhe qeveria nuk qeveriste dot. Atëherë u detyrua Fatosnano të jepte dorëheqjen dhe u bë qeveria teknike e yllit bufit. Tani, a e bën dot Berisha këtë që të bllokojë gjithë vendin, që njerëzit mos shkojnë punë, që qytetarët të rrinë të ngulen aty në shesh, të mos ikin derisa të bjerë qeveria dhe shtetit mos të paralizohet dhe Rama të mos ushtrojë dot funksionet? Unë mendoj që nuk e bën dot. Nëse e bën dot, bravo qoftë dhe vërtet mund ta përmbys. Por me 200 vet aty në shesh, kur ti as për ditë nuk e bën dot atë 200 vetshin, tregon pastaj që shkoja që ti është ti, pikë parë, pastaj ti ikë ai tjetri. Mërtiri, më jep një koment për partitë e reja, partitë e tjera, partitë e vogla, mund t'i quajmë si të duam, si e ke parë aksionin e tyre gjatë tyre ditëve. E ka refuzuar zotin Berisha, ka refuzuar edhe zoti Sheaj, patjetër Lapaj, gjithashtu e ka refuzuar edhe Arlin Qori, por ka qenë më konsenguent. Më jep një koment për partitë e reja. Kanë fituar sadopak terren në këtë situatë ku opozita ka paqartësitë e saj apo e shikon të njëjtë me situatën para? Unë besoj që sigurisht çdo humbje terrenit e opozitës së madhe, pra Partisë Demokratike, do sjell rritje të partive të tjera. Sepse ka një rregull politik që përgjithsisht vakumi nuk ekziston. Tek ne sigurisht që një pjesë e mirë votuesve refuzojnë dhe nuk dalin të votojnë asnjë parti sepse janë të zhgënjur nga të gjithë. Përfshiktu edhe partitë e reja, por gjithsesi zhgënjimi me partitë e reja është shumë herë më i vogël se sa zhgënjimi me partitë e mëdha, sepse partitë e reja sado që të kenë treguar papikuri apo probleme midis tyre, nuk kanë sjellë dëme të tilla siç kanë sjellë partitë e mëdha me nivele të tmerrshme korrupsioni, me shkatrim të demokracisë, me shkatrim të institucioneve, me kapje të shtetit e tjerë. Pra, domethënë, ata nuk bartin mëkatet e këtyre 35 viteve siç bartin dy partitë e mëdha. Në këto kushte, kur opozita dukshëm tashmë nuk ngjall shpresë, sigurisht dy partitë e tjera të reja do të përfitojnë elektoralikisht. Që do thotë, një pjesë e mirë e elektoratit në vitin vjet, në 2025, në zgjedhjet e 11 majit, shkuan ta votojnë Partinë Demokratike pa dashur atë, pa dashur Sali Berishën. Ai mori 500.000 vota, jo se ka 500.000 vota Sali Berisha, por sepse njerëzit përballë Edi Ramës, një pjesë e mirë e votuesve,
zgjodhen që të zgjedhin Berishën, megjithëse nuk e duan atë, sepse nuk duan Ramën. Por duhet kemi parasysh që nga 750.000 vota që kishte opozita e PD dhe LSI, u reduktuan në 500.000 vota, pra 250.000 njerëz tjerë nuk zgjodhen që ta votojnë Berishën, megjithëse nuk e duan Ramën. Tani në kushtet kur këta njerëz do ta kenë qartë që tashmë nuk fiton dot më, pse një pjesë u gënjyen, menduan që erdhi Lacivita, Trumpi do bëhet vetëm dhe do të mundet Rama. Por tashmë që e kuptuan që me gjithë Lacivitën dhe me gjithë Trumpin nuk fiton Partia Demokratike, ndërkohë që Berisha vazhdon të jetë non grata dhe vazhdon të mos mbahet përgjegjësi për premtimet që ka thënë që do të largohet nëse humb zgjedhjet, sigurisht që ky numër do të bjerë dhe çdo numër, pra çdo rënje e Partisë Demokratike do sjell një pjesë prej tyre rritet të Partitë e reja, sepse një pjesë e mirë e elektoratit nuk del fare të votojë, por një pjesë tjetër vendos që më mirë të jap tyre të vogla se sa të mos shkojë të votojë fare. Kështu që sigurisht që Partitë e reja besoj që kanë rritur kredencialet e tyre, megjithëse prap shfaqen shenja papikurie duke mos u bërë bashkë. Duhet vi momenti që duhet bëjmë bashkë, kjo është kusht i domosdoshëm që ata të bëjnë një gol në politikë. Kështu siç janë sigurisht që fitojnë diçka, por jo ndonjë gjë të madhe. Mërtiri, vijojmë me majorancën, nuk e lash më kot për në fund. Më jep komentin tënd si e ke parë Partinë Socialiste, si e shikon qeverisjen e zotit Rama, vijon takimet ndërkombëtare, gjithçka pritet të qartësohet me atë vendim që do të japi gjykata kushtetuese në datën 22 janar. Si e shikon majorancën dhe ndoshta do kemi ndryshime në kabinet, çfarë duhet bëj? Po, Edi Rama tashmë është sigurisht në momentin e vet më të ulët politik. Besueshmëria ka rënë në zero, sigurisht që Ramën e mban vetëm fuqia, fakti që është në pushtet, përndryshe ai do kishte psuar fatin Berishës. Problemi qëndron që Rama tashmë nuk ka më as alibi. Rama nuk më thot më që po han kumbullat të tjera pas shpinës time. Dhe këtë e ka kuptuar dhe për këtë arsye i tashmë është hedhur në mbrojtje të Ballukut. Skandali Ballukut, por edhe sidomos dhe skandali Akshit kanë qenë rrënues për këtë qeveri dhe e kanë nxjerrë zbuluar totalisht. Jo se ne kishim ndonjë dyshim, por kur i prek dhe i shikon me sy, sigurisht që efekti të skandalizuarit është i madh. Problemi qëndron vetëm se tashmë kjo është një qeveri që është e kalbur, duhet vetëm dikush ta shty. Këtë e kam thënë gjithmonë. Problemi se s'ka kush ta shty nga krau tjetër, sepse kemi të bëjmë prapë me një palë tjetër që është gjithashtu e kalbur. Rama po përpiqet të mbietojë, sepse tashmë rreziku Ramës i vjen nga spaku. Dhe nëse deri tani ka qenë i qetë sepse opozita nuk mund ta rrëzojë më, tashmë nuk është më i qetë sepse vërtet nuk ka një opozitë për ta rrëzuar, por ka një prokurori që mund ta rrëzojë. Dhe Rama sigurisht është seriozisht i shqetësuar nga spaku, i cili tashmë e ka ngushtuar rrethit dhe mund të shkojë ti trokas në zyrë Ramës për të hetuar drejt për drejt atë. Dhe ky vërtet është një shqetësim serioz për Ramën. Unë besoj që drejt kësaj rruge do shkojë, unë besoj që spaku po krijon mundësinë që të dy të goditen, pra të dy të shkojnë përpara drejtësisë. Dhe kjo do ishte shirimi më i madh për këtë vend, do ishte shpëtimi i vendit nga këta të dy të cilët e kanë zënë skenën politike, kanë pushtuar dhe kanë marrë peng skenën politike dhe nuk ikin ndryshe përveç mjeteve të tilla. Unë besoj që spaku po jep mundësi në vendit për t'i dhënë fund tranzicionit ku një herë mirë kjo strukturë e kapjes shtetit do vendoset përpara drejtësisë dhe do t'i ketë larg duar nga ajo çfarë ka bërë deri tani, nga kapja e shtetit, institucionet dhe përdorimi i shtetit për interesa financiare private të tyre. Megjithatë, Mërtiri, është një sistem shumë i fortë i politikës aktuale, ti e di shumë mirë mes kreut të majorancës dhe kreut të opozitës, e përjashton mundësinë që të kemi një aleancë që mund të ketë një ndryshim ligjor për ta kufizuar edhe aktivitetet e drejtësisë së reja, po nuk e shikoni gjë të tillë. E bëj këtë pyetje sepse pak kohë më parë zoti Berisha ka thënë tekstualisht që ishte dakord me idenë për krijimin e dhomës së dytë të Parlamentit të Shqipërisë, pra të ishte me 2 dhoma dhe të ishte me Senat. Pra një lloj shkelje syri në distancë të paktën ndaj majorancës deri tani. Ndërkohë flitet që dhe për reformën territoriale mund të kemi përsëri dakordsi mes palëve. Unë besoj që kjo aleancë është prekosh tashmë dhe është prekosh për shkak se të dy palët janë interesat përbashkëta. Njëri ka interes të qëndrojë politik, që është Berisha, sepse kërcënohet me pensionim politik dhe madje edhe me burg nga spaku. Tjetri ka interes të mbajë pushtetin dhe ka interes që të mos ketë përballë një opozitë. Me Berishën ai qëndron jetë e mod pushtet. Kështu që sigurisht që logjikisht
të dyja palët do mbajnë njëri tjetrin dhe janë të interesuar të kenë një aleancë të tillë. Tashmë rreziku është akoma më i madh sepse rreziku i SPAK-ut i bën akoma më solidar me njëri tjetrin. Problemi që ndron këtu që kjo aleancë ka dy probleme të mëdha. E para, kjo aleancë nuk mund të shfaqet dot haptas publikisht, se po u shfaq gjërat dalin sheshit dhe të dy do humbin nga aspekti elektoral. Do humbin shumë dhe do krijojnë mundësinë që një palë tretë të dalë dhe të përmbysë të dy tjerat. Nga ana tjetër kanë faktorin ndërkombëtar i cili dukshëm është pozicionuar egërsisht në mbrojtje të SPAK-ut si mjeti kryesor i ndryshimit. Zaten pa faktorin ndërkombëtar këta do ta kishin shkatruar me kohë SPAK-un, por është pikërisht kërcënimi ndërkombëtar që i bën ata të mos bashkohen dot haptas përballë njëri tjetrit. Kështu që unë mendoj që këta nuk mund ta bëjnë këtë aleancë sepse i kanë duart e lidhura për shkak të presionit madh që është nga jashtë. Për ta mbyllur në 2 minuta, lëvizja Saljani, nuk mund ta lëm pa e diskutuar, një lëvizje që ka trazuar pak ujërat në kampin demokrat, pavarësisht deklaratave të zotit Berisha që edhe të eksponentëve të tjerë që ka një vetë përjashtim për ata që merren me këtë lëvizje dhe e ka akuzuar zotin Saljani për lidhje me krimin. Si e ke parë këtë lëvizje të Saljanit? Po, lëvizja e Saljani unë kam pasur skepticizmin tim, por gradualisht e ka filluar të rrisë tonalitetin e kritikave. Pra nëse në fillim fliste për probleme që ka partia, tashmë po i adreson tek leadershipi problemet dhe dukshëm po flet qartë që këto probleme i ka shkaktuar Sali Berisha. Këtë në fillim nuk e thoshte ose e lindet nuk kuptoi, kurse tashmë po e pohon diçka më qartë. Dhe kjo është pozitive sepse duke vendosur thelbin e problemit në pa, pra duke vendosur problemin aty në zemrën e vet, atëherë bëhet më e besueshme. Unë besoj një gjë, çështja nuk është thjesht tek Saljani, sepse shumë njerëz në PD pretendojnë që Saljani po përçan partinë etj. Absolutisht jo, nuk është Saljani problemi i Partisë Demokratike ose problemi i Berishizmit dhe i Berishis apo i Berishës. Problemi i Berishës është fakti që nuk ngjan më besim tek partia. Dhe ka një masë të madhe të demokratëve të cilët janë të zhgënjur, janë të mërzitur, janë të shqetësuar dhe janë pra janë në kulmin e zhgënjimit të tyre me partinë. Dhe këta nuk janë pak, këta janë një masë e madhe demokratësh. Dhe nëse nuk është Saljani, do jetë dikush tjetër që do t'i kapitalizojë ata. Ai është një pjesë ai është një kapital politik që qëndron aty i pashfrytzuar. Sigurisht që dikush do ta shfrytëzojë atë. Dhe në fakt, ai nuk është thjesht një kapital politik, po ai është një kapital politik që bart të vërtetën. Partia Demokratike po jeton prej muajsh, prej vitesh, mendojmë, por të paktën prej muajsh që nga humbja e zgjedhjeve në një gënjeshtër, një fluks. Sikur këtu problemin e ka vetëm qeveria dhe ne s'kemi asnjë problem, ne vetëm na i kanë vjedhur zgjedhjet dhe ne jemi në rregull. Në fakt, absolutisht asgjë nuk është në rregull. Berisha nuk ka mbajtur asnjë premtim, Berisha nuk po bën opozit, Berisha po është në pazar me Edi Ramën, Berisha nuk mund ta dot Edi Ramën. Dhe kjo është e vërteta e thjeshtë, të cilën e kuptojnë kushdo. Berisha nuk mundet dot. Pra nuk mundet dot të jetë një opozit e cila është alternativë qeverisë. Pra në këto kushte, kur kjo opozit nuk e mund dot Edi Ramën, atëherë sigurisht njerëzit do zhgënjehen dhe do duan që dikush tjetër ta zëvendësojë atë që të mund Edi Ramën. Kështu që është logjike që edhe nëse këta vrasin politikisht Saljanin apo e rekrutojnë apo bëjnë diçka, kjo pjesë e demokratëve do vazhdojë të qëndrojë aty dhe sa kohë të jetë aty Berisha do të vazhdojë të jetë dhe kjo pjesë e demokratëve të zhgënjur. Dhe sa kohë kjo pjesë e demokratëve të zhgënjur të jetë aty, do jetë gjithmonë dikush që do t'i dalë në ballë kësaj pune dhe do t'i kundërvijë Berisha. Pra Berisha kurrë nuk do të shpëtojë dot nga një Saljan i cili do të jetë përballë tij për t'i thënë të vërtetën që e pohojnë gjithë, që ti nuk bën më, ti nuk e çon dot. Mirë, s'ka më kohë Mërtiri, erdha në fund. Faleminderit shumë, kënaqësi që të kisha, përshëndes. Faleminderit shumë. Kënaqësi gjithashtu. Ndërkohë me këtë intervistë në fund të temës së ditës dhe për sot, kalojmë në reklama, qëndroni me ekranin e RTS-s, bashkë takohemi përsëri në edicionin informativ të orës 20.